Atere, kjo protestë, përveç artikulimit të shumë qytetarëve, ka një kërkesë për të folur Ilir Xhemalej në emër të sindikatave të pavarura të Shqipërisë. Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur, Rama Bur Berisha Bur. Të dashur qytetarë shqiptar, sot kam një thirrje për çdo punëtor, çdo pensionist, çdo të ri dhe çdo qytetar të ndershëm. Nesër sindikatat shqiptare, dhe kur them sindikatat nuk e kanë fjalën për ato që janë në pirë me pushtetin 36 vjet. E kanë fjalën për ato sindikatat të reja, të cilat nesër në shenjë solidariteti me protestë këtu do të mblidhen përpara Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave për protestuar të gjithë së bashku. Ju ftoj të jeni me ne, sepse nesër nuk protestojnë vetëm sindikatat. Nesër proteston Shqipëria që punon. Proteston punëtori që zgjohet para lidhjes së diellit dhe mezi e mbyll muajin. Proteston pensionisti që pas jetës të tërë pune numëron qintarkat përpara farmacisë për të blerë ato ilaçet që i duhen. Proteston i riu që punon, por nuk arrin të blejë një shtëpi për familjen e tij dhe nuk arrin të ndërtojë një familje. Proteston çdo shqiptar që ndjen se puna e tij nuk vlerësohet. Sepse kur punëtori varfërohet nga puna e tij, ka diçka që nuk shkon, ka diçka që është gabim. Ne vidhemi. Nuk ka ekonomi të fortë me qytetar të varfër. Nuk ka të ardhe të sigurt kur familjen jetojnë në pasiguri, kur nuk nxjerrin dot ditën. Ne nuk kërkojmë asnjë lloj privilegji. Ne vetëm kërkojmë dignitetin që të punojmë në vendin tonë dhe të jetojmë në vendin tonë, të rrisim fëmijët në vendin tonë. Një vend nuk mbahet të këmbë nga lëmosha që këta pushtetar i japin çdo punëtori. Çdo punëtor kërkon respekt dhe dignitet për pjesën e ballit të tij. Një vend që mbahet të këmbë nga punëtorët e tij. Prandaj sot ftoj çdo qytetar që të bashkohet me protestën e solidaritetit sindikatave në orën 10 përpara Ministrisë së Ekonomisë dhe Financave që është varëse e Ministrisë Punës. Edhe një herë, askush tu nuk del për karrige, askush tu nuk del për politikë, askush tu nuk del për asnjë tjetër vetë se për dignitetin tonë. Rrof Shqipëria! Shqipëria e shqiptarëve, jo tradhtarëve! Kemi një banor nga Kakomea. Ju përshëndes të gjithë. Mirë se vini në Kakomen e lirë. Mbështetja juaj na ndihmoi. Nuk ishit nevojë të vinit atje, taj muri i Berlinit, që ata bashkëtarët bashkëtarët tanë e shëmbën me vare edhe me qekiqa. Rama ik pa mbështetjen e diasporës si këtu edhe atje në fshatin tim nuk të bënin gjë. Erdhën bashkë, rrot diaspora! Rrot diaspora! Na ka quar Edi Rama, të gjithë vlezërit dhe motrat tanë në kurbet. Na ka i kanë vajt nga halli, nuk kanë vajt nga qefi. Janë në Norvegji me -20, me 6 orë
diell. Edhe ata bashkëtarët e mi rrinë atje. Se Edi Rama nuk na e pronët atje në Kakome. Se do bëni nga një vila atje dhe jetonin. Shqipëria e shqiptarëve, jetë rahtarëve. Atere, murin e Berlinit e hasa aty në fshatin tim që erdhen me vare edhe e quajtën atë murin. Tani, unë kam qikma të Edin që kam pas votu vitën më parë. Jam pishman. Ja, edhe këtu, pishman. Edhe këtu ka shumë të tjerë që kam votu dhe jam bo pishman. Kam votu dhe salën 2014, që erdhe aty në fshatin ton, edhe na premtoj aty të bithe rapit që do t'ja u japë Kakomen. Erdhi në pushtet, na gëgjehu. Rama në burg, Berisha në burg, Rama në burg. Rama në burg, Berisha në burg. Atere, unë kam një këngë patriotike të këndoj, edhe refrenin të këndojnë bashkë. Se mjaft në robëri, o mjera Shqipëri, o djemë rëmbeni, kush këto japte kjela liri. Eja, lidhuni këtu, eja, lidhuni këtu, eja, lidhuni këtu, bashkë me gjere. Eja, lidhuni këtu, eja, lidhuni këtu, eja, lidhuni bashkë. Ju pres në Kakome këtë dao. Si që dëgjuat, problemi pronës është nga probleme më akute në të vend. Riolli, Kakomeja, Zvërreci, të gjitha në dorën të sistem të kalbur, që në 35 vjet nuk ka zgjidhur problemin akoma, problemin e pronësisë. Dhe tu flasë për pronat private dhe ato publike. Ndaj është momenti që kjo, me një qeveri të përgjegjshme adetare, të marrë zgjidhje një herë mirë çështën e pronësisë. Atëherë, kam një qytetar që do të flasë për çështjet e adetare. Mashallah, populli më i bukur në botë. Zoti ju i gjithë.